Kosova vazhdon të mbetet pa një kuvend funksional. Pasi edhe pas më shumë se një muaj nga zgjedhjet parlamentare, përpjekjet për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit kanë dështuar. Seanca konstituive e thirrur këtë të martë u ndërprer pa rezultat, ndërsa ishte tentativa e 16 për të zgjidhur bllokadën institucionale. Lëvizja Vetëvendosje propozoi sërish ngritjen e komisionit ad hoc për të realizuar një votim të fshehtë për kryetarin e kuvendit, por nuk mori mbështetje nga asnjëra prej partive të tjera politike. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, kërkoi propozime për përbërjen e komisionit, por asnjë nga grupet parlamentare të opozitës nuk dha përgjigje pozitive. Nga votimi, 55 deputet ishin pro, 1 ishte kundër, ndërsa nuk pati asnjë abstenim. Në sallë ishin të pranishëm 111 deputet. Partitë opozitare i kanë qëndruar qëndrimit të tyre se mënyra si po tenton të procedojë vetëvendosje është jo kushtetuese. Për këtë arsye, ato janë drejtuar gjykatës kushtetuese, duke kërkuar një masë të përkohshme për pezullimin e seancave derisa të ketë një vendim përfundimtar. Përpasoj, seanca është ndërprer dhe është shtyr për të premten, më 17 maj në orën 10:30. Në këtë situatë të tensionuar, presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka thirrur një takim konsultues me të gjitha partitë politike. Zyrtarisht, të gjitha subjektet kanë konfirmuar pjesëmarrje në këtë tryezë, që pritet të mbahet gjatë javës, me qëllim gjetjen e një zgjidhjeje për tejkalimin e krizës institucionale.